Unë kam studiuar, studimet fillestare i kam bërë në Shkodër, pastaj masterin e doktoraturën, kam pas bursë nga shteti i Austrisë edhe i kam mbaruar në Austri. Edhe pastaj jam kthyer, kam pas dëshirë që të kthehem, jo që të rri jashtë siç. Ju shtëpinë ku e keni? Në Ulqin. Në Ulqin. Po. Dhe ishte e vështirë të vije profesoresh në universitet këtu? Ka qenë një rrugtim. Unë tani bëj 15 vite që jam në universitet. Fillimisht kam qenë në Shqipëri, në universitetet në Shqipëri. Keni dhënë mësim aty? Po, në Universitetin e Shkodrës, të Tiranës edhe të New Yorkut. Se po bëj reklam. Jo, nuk asë një problem. Ne për këtë jemi, për aktivitetin tuaj. Dhe pastaj vendoset që të ktheheshit këtu? Pastaj vendoset që të kem këtu, ka plot 5 vite që jam profesoresh në Universitetin e Malit të Zi. Kam përshtypjen që jeni vetëm 3, ju dhe 2 profesorë të tjerë? Po, janë edhe 2 profesorë të nderuar tek departamenti i matematikës, më duket, tamam, ndërsa lënda juaj është? Unë jam pedagoge e gjuhës dhe letërsisë gjermane. Nëse do vinte ndonjë pedagoge tjetër shqiptare, do ishit xheloze që do bëheshin 2 apo jo? Unë do kënaqesha. Unë do kënaqesha se do kisha akoma një krah të fortë këtu. Si është raporti? Le të themi, sa të integruara janë gratë, zonjat? E keni fjalën për gratë shqiptare tani? Për gratë shqiptare, gjithmonë flas për gratë shqiptare. Tani nuk, vetë fakti që unë jam e vetme, më thonë... Flet shumë. Dhe jo se nuk ka të tjera? Shumë. Jo se nuk ka të tjera, ka... Po ju jeni më e mirë? Unë nuk i jap vetes drejt bëj gjykimin tilla. Unë përpiqem t'jap maksimumin tim, kam pas ambicjet e mia, edhe ja kam arritur. Natyrisht që nuk ka qenë e lehtë, nuk ka qenë as pak e lehtë, as nuk është akoma e lehtë, vazhdon. Me thënë njeriu vazhdimisht duhet bëj sakrifica, vazhdimisht duhet përpiqet shumë. Unë mendoj që njeriu kur është gjëja më e rëndësishme është që ti jesh kompetent në gjën që bën. Edhe kur je kompetent në gjën që bën, pastaj nuk të duhet shumë fati. Edhe nuk të duhet gjë tjetër. Mendoj që ai është Chelsea. Kur thoni sakrificat, si ti kuptoj? Sakrificat, do më thënë, ju duhet punoni fort. Unë për vete, për shembull, nëse flas për veten time, nuk duhet generalizoj të flas për gratë të tjera. Unë vi nga një rreth i cili nuk ka qenë akademik. Do më thënë, mjedisi im, dhe më thënë, zakonisht është mënyra që funksionon edhe në botë, që fëmijët e akademikëve bën akademik, fëmijët e mjekëve bën mjek. Unë s'kam pas, dhe më thënë, s'kam ardhur nga se kam pas një background të tillë, edhe ka qenë edhe ajo bariera familjare që është dashur të thyej. Më kujtohet për shembull gjyqja ka qenë komplet kundër, që gocat na vetëm në Austri atje e kështu. Por unë kam pas një krah shumë të fortë, babin. Më thënë, im atë ka qenë ai që më ka shtyrë gjithmonë, që më thënë, ti do ta bësh, ti je zonja, ti e bën, edhe vërtet e kam bërë. Pastaj jam shumë mirënjohëse atij, që më ka shtyrë përpara. Edhe pastaj unë mendoj që duhet punosh fort, edhe kur punon, pastaj shifen edhe rezultatet. Edhe nëse kur më thonë kështu nganjëherë je vetme, je para, unë ndjej një peshë shumë të madhe kështu mbi shtëpinë, por nga ana tjetër uroj që një farë forme t'i frymëzoj dhe t'i motivoj vajzat e tjera të cilat kanë aspirata që të merren me shkencën, që të cilat kanë aspirata të jenë në botën akademike, e cila është për hir të vërtetës një botë e egër. Është një botë jashtëzakonisht e egër, një botë kompetitive.